7:30 të mëngjes. Mëna Imjaka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi e thamë dhe në fillim të këtij edicioni do të flasim për gjykatën kushtetuese dhe një vendim të mundshëm nga ky institucion kur tashmë vetëm edhe një ditë nga koha kur përfundon masa e përkohshme e vën nga ky institucion dhe një vendim i mundshëm që mund ta presim nga kushtetuesja. Atë Naim Imrama dhe mirë se ke ardhur. Faleminderit profesorën Klinika. Faleminderit shumë Naim. Naim po presim cili mund të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese nesër përfundon masa e përkohshme dhe apo duket që po vonohet pak gjykata kushtetuese me këtë vendimin e fundit ajo tani? Gjykata ka vendosur një afat të arsyeshëm po besoj, për shkak që asaj duhet me i vlerësuar të gjitha rrethanat edhe komentet e palëve të tjera, dhe veçanërisht kërkesën e listës serbe, dhe një kërkesë e tillë don si më thon përkushtim të madh që të nxirret një akt gjykim i cili pastaj ka më qenë vendimtar për atë se si ka me u konstituu Kuvendit i Kosovës. Si këtë e kemi thonë po atë ditë kur u konstatu ose kryetari Basha për ne që devijoi nga mënyra kushtetuese, nga rruga kushtetuese që Kuvendi ka ndjekur prej se që e ka shpallur pavarësinë e Kosovës. Dhe një devijim të tillë presim që gjykata kushtetuese ta konfirmoj përmes një akt gjykimi ku fillimisht ka me konstatuar që ka pasur shkelje kushtetuese në procedurën nga kryetari Basha dhe më pastaj të kërkoj edhe përsëritjen për votim të dy nënkretarëve, sepse tani më në publik bëhet fjalë vetëm për njërin nga nënkretarët nga komuniteti serb, por jo, gjykata kushtetuese presim që ta përsërit votimin për të dy nënkretarët, sepse fryma e kushtetutës edhe e rregullorës e cila ka operacionalizuar kushtetutën thotë që kërkohet të votohen të propozohen në pako dhe të votohen në pakun për të njëjtin qëllim në mënyrë që me u siguru së paku shumica e nevojshme, së paku 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ta zëm nënkryetari nga radhët e partisë së parë, ai do duhej me kalu gjithsesi sepse shumica parlamentare se partia e parë presupozohet që i ka numrat dhe e ka lënë. Po çka do të bëhet ta zëm me dy nënkretarët që vijnë nga radhët e shqiptarëve, në ndërkohë edhe nga radhët e komuniteteve jo shumicë. Pra asnjëherë këta nuk do të mund të zgjedhin nënkretarët dhe rrjedhimisht edhe fryma e kushtetues tek shqiptarët, edhe fryma tek kushtetuese dhe rregulloria tek komunitetet jo shumicë kërkon për mënyrën se si propozohen në pako edhe në atë mënyrë të votohen. Dhe kjo nuk do të mund të bëhet devijim në asnjë rrethanë sipas nesh edhe në legislaturat e ardhshme, pavarësisht dakordimit në ndonjërin nga mbledhjet e kryesisë paraprakër, po të legislaturës së kaluar ku kryetari e thret përfaqësuesit politik që të caktojnë rendin e ditës, por nuk do të mund të ketë devijim nga ky standard, sepse ky standard është krijuar që me i akomodum interesat e komuniteteve jo shumicë. Pra, cili është interesi i tyre, ne e dim se si kemi ardhur drejt tek shtetësia e Kosovës në deklaratën e pavarësisë, në njërin prej pikave tregohet se si ne kemi marrë përsipër të zbatojmë garancitë kushtetuese për komunitetet për përfaqësim kolegjial dhe individual në secilin organ ekzekutiv, legjislativ edhe gjyqësor. Dhe kjo nuk mund të zhbëhet, nuk do të mund të zhbëhet asnjëherë pa ndryshime kushtetuese. Dhe një gjë e tillë nuk do duhet të bëhet, por nëse bëhet, duhet bëhet me ndryshime kushtetuese për të cilën prapë sërish në fund do të duhet edhe konfirmim i gjykatës kushtetuese edhe i deputetëve të komuniteteve gjë që nuk do të ndodhë. Po, dhe na ma sqaron mjaftueshëm rregulloria dhe kushtetuta këtë pjesën e komunitetit serb, nënkryetarit serb apo jo? Dhe është dashur a ka qenë mjaft e nevojshme të shkohet në kushtetuese? Shqyrë nuk ka qenë e nevojshme të shkohet në kushtetuese, për shkak që ka bërë shkelja normalisht që ka qenë domosdoshme, por nuk ka qenë e nevojshme që kryetari Basha të ndërhyjë dhe të devijojë mënyrën e votimit për këta dy nënkretarë. Sepse më duket që kjo është hera e parë që krijohet me Kuvendin që një kryetar serb nuk ka lënë, apo jo nuk zgjidhet, apo? Është hera e parë edhe është hera e parë që ka ndodhur edhe në legislaturën e kaluar kur ne kemi pasur një ministër nga komuniteti jo shumicë serbe i cili nuk u votuar nga Kuvendi pasi që lista serbe, kandidatët e kësaj liste si ministra dhe si zëvendësministra kanë dhënë ndërheqjen. Por tjetër çka që nuk është dërguar rasti në gjykatën kushtetuese sepse një emërim i tillë, ta themi ministrit Nenad Rashid kur ka ndodhur në vitin 2022, funi i vitit 2022 deri në vitin 2024 sa ka ushtruar atë pozitë, ai ka ushtruar atë pozitë në mënyrë të kundërligjshme dhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, sepse aty thuhet qartë. Një ministër në qeverinë e Kosovës emërohet nëse ai
është nga rollet e deputetëve të atij grupi parlamentar, ose në rast se është nuk është deputet, ai duhet ta marrë së paku miratimin formal të këtyre deputetëve. Një gjë e tillë aty nuk është bërë, por lista serbe nuk e ka dërguar rastin në gjykatën kushtetuese dhe tani më mbeten vetëm pretendim. Në ndërkohë për rastin e nënkretarit, fryma e kushtetutës edhe që është përsëris e operacionalizuar me rregulloren e Kuvendit të Kosovës, thotë që këta dy nënkretarë duhet të votohen në pako. Fatkeqësisht në atë seancën kur u bë propozimi për ndarje të votimit, ishte propozimi që vinte nga zoti Elbert Krasniqi, nga komunitetet jashmërisë të tjera, gjë që u pranua pastaj kundërligjshëm në mënyrë jo kushtetuese nga kryetari Pasha, sepse ai nuk do duhet të pranonte një propozim të tillë, por kemi këtu një rast kur komunitetet, pavarësisht dallimeve që mund t'i kem ose atyre të fakteve dhe argumenteve që lista serbe ka qenë e përfshirë, aktorët të saj kanë qenë të përfshirë në rastin e Banjskës, komunitetet nuk do duhet të ndashen dhe të bëhen me cilin do subjekt politik që është në qeverisje. Ata do duhet më shumë ti përfaqësonin interesat e komuniteteve se sa interesat elektorale ose personale të një grupacioni politik, siç është në rastin aktual Lëvizje Vendendose, ose siç do të mund të ishte në rastin tjetër Partia Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë ose Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra nuk do duhet të ishin në shërbim të një partije politike e cila del e para në ndonjëherë nga zgjedhjet, por do duhet të ishin në funksion të mbrojtjes dhe garancive kushtetuese edhe për komunitetin e tyre, sepse paramendoni situatën mund të vijë edhe në situatat e tjera kur nga këto komunitetet grupi më i madh parlamentar të mos pranoj një propozim të tillë. Një gjë e tillë nuk do duhet të ndodhte. Po, dhe na jem tani, çfarë precedenti krijon nëse gjykata në mënyrë eksplicite tani e thekson që komuniteti me numrin më të madh serbëve që përfaqëson shumicën atje do t'i takon e drejta nënkryetarit. A krijon një precedent rrezikshëm apo thjesht vetëm do ta shartësoj situatën? Situata është shumë e qartë. Gjykata vetëm do ta konfirmoj këtë situatë. Do të nevojitet një gjykim përmes së cilit deputetët në mënyrë të detyrueshme do duhej me votu njërin nga këta nënkryetarë. Pra do duhej që të merrnin së paku 61 vota, sepse pastaj do të kemi mosbatim të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. A ka rrezik që të mos kaloj përsëri edhe në rast se ka një kërkesë të tillë nga ana e gjykatës kushtetuese? Ka mundësi për partitë politike nuk do duhej me vendosë. Tani e kemi Lëvizjen Vendendose që ka treguar se nuk do të votojë asnjë kandidat, por partitë e tjera parlamentare për hir të kushtetutshmërisë, për hir të garancioneve, për hir të zotimit që kemi dhënë më 17 shkurt 2008 në deklaratën e pavarësisë, përmes pakos atisaret ku ne e kemi marrë pavarësinë, e kemi fituar pavarësinë përmes atij procesi negociator në procesin e Vienës dhe përmes ofrimit të garancive të tjera të cilat kanë qenë me rastin e pavarësisë së mbikëqyrur, ne nuk do duhej që një nënkretar të tillë të mos e votonim. Në rregull është që partitë politike të thonë që pasojat mund të jenë shkuare në zgjedhje, por jo pa konstituimin e plot të kuvendit. Gjykata kushtetuese mundet që të dalë jashtë praktikës edhe jashtë standardit, sepse në vitin 2014 ka thënë që nuk shkojmë në zgjedhje me pavojësinë e konstituimit. Këtë ka thënë, e ka konfirmuar edhe në aktgjykimin paraprak, jo këtë të fundit, po të parafundit, që nuk shkojmë në zgjedhje prap nëse nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Dhe një gjë të tillë do duhej me e konfirmu, sepse mandati i deputetëve humbet dijen arsyet edhe kriteret të cilat janë të përcaktuara me kushtetutë dhe me rregullore. Në ndërkohë vendit do duhej me shku në zgjedhje vetëm për arsyet e tjera. Nuk votohet qeveria e parë, nuk votohet propozimi për qeverinë e dytë dhe në rastin tjetër kur kuvendi arrin të shpërndahet me vullnetin politik të 80 deputetëve. Dhe atëherë po. Por në rastin e tillë gjykata nuk do duhet të na dërgonte në zgjedhje për arsye se nuk po votohet njëri nga nënkretarët. Sepse ne kështu do ta konfirmonim cenimin e garancive kushtetuese. Do të kalonim tek pasoja juridike për shkak të fiskulturave politike të ndonjë grupi. Po, megjithatë, a ka rrezik të stërgjatet kjo bllokada dhe kjo kriza nëse ka një vendim që duhet patjetër zgjedhet nënkryetari pa shkuar në zgjedhje? Shqipëri, ne pasojat tani më jemi në pasoja të mos konstituimit kuvendit. Në rast se kuvendi nuk do të konstituohet brenda një afati ta zëm gjykata nëse do të thonte për ditët e mbetura të 30 ditësh të
kaluar, ose të cakton të një afat tjetër prej 30 ditëve, atëherë pasojat do t'jenë edhe më të rënda. Ne him në muajin tetor kur do duhej qeveria ta miratante ligjin përndarjet buxhetore për vitin tjetër. Aty në ligjin përndarjet buxhetore do duhej me u specifiku niveli i lartësisë së koeficientit për 94.000 shërbim civil, për më shumë se 350.000 pensionistë të Kosovës, 150.000 prej tyre të cilët janë pensionistë bazik, të cilët e marrin pensionin bazik, dhe kështu ne do të hymë në pasojat të cilat të jenë të efektshme tek secili qytetar i Republikës Kosovës. Së paku përmbi gjys milioni qytetarë që presin dhe marrin në fund të muajit pagën nga. E çka në rastën nëse nuk formohet, nuk kemi institucione, çfarë mekanizma ka qeveria ndërtyrë? Ne do të hymë në një fazë e cila nuk është e parashikueshme. Ne nuk mund të parashikojmë tani më ta zëm ç'a ndodh pas 30 dhjetorit. Nuk ka ndarje buxhetore për vitin e ardhshëm, sepse ka deri në muajin mars mund të shkojmë me buxhetin e vitit paraprak, por siç e përmenda, kosta e jetesës është rrit, nuk ka rritje të pagave në sektorin publik, prej 94.000 shërbimit publik, nuk ka rritje të pensionit bazik, ka duhet me bëjë qeveria, sepse duhet me përfshini ligjin për ndarjet buxhetore. Më pastaj projektet që lidhen me investimet kapitale të komunave, të agjensive shtetënore. Pra këto mund të mos përfshihen dhe kur do që mërrin një qeveri tjetër që vije pas një procesi zgjedhor, kjo mund të bëhet deri në fund të shkurtit. Dhe kjo pasaj hen në kodrat të papërgjeshmërisë edhe politike, po edhe kundër parimeve të sundimit të ligjit, edhe kundër parimeve të demokratike, dhe një qeveri e tillë e ardhshme do ta ketë, si më thënë, do të ngarkohet me probleme të cilat nuk do të mund të zgjidheshin tani me një qeveri që mund të votohej nga një kuvend i taleshëm, dhe jo të presim që të shkojmë në zgjedhje, po prapë po e ri tek kësaj. Gjykata kushtetuese do duhej që me përsërit mënyrën e votimit, më kthy në pikën ku edhe zonja Emilia Rexhepi rivotohet, e së bashku me njërin nga nënkryetarët, e tjerë nga kandidatët e tjerë. Dhe këtë pret që ta sqaroj deri në sa rrethana mund të hidhet në votim apo ta parashikoj pasojën apo çka duhet të shqetësojë. Ajo ka bërë analoge me kryetari i kuvendit, dhe kjo mund të bëhet analoge, edhe kjo mund të bëhet në cilin do mënyrë, por ne nuk duhet të shkojmë te komunitetet me çështjen ose me pretendimin se ata duhet të kalojnë njërin nga ata me mënyrën e votimit deri në 3 herë. Jo, tek rasti i komuniteteve, partitë politike do duhet me votu cilin do kandidat që e propozojnë, sepse ashtu kanë votuar për 3 kandidatët shqiptarë. Cili ke problemet të nënkretarët nga rallet e partive politike, Lëvizja Vendendosje, PDK edhe LDK. Asnjë problem nuk pati. Pra ata votuan për 5 minuta. Dhe një çështje e tillë nuk do duhet të bëjë problem edhe tek 2 nënkretarët. Dhe aron edhe partitë opozitare në këtë narrative në Lëvizjes Vendendosje kundër listës serbe, apo si shpjegohet tani kjo? Shikoni, këto po, partitë politike edhe PDK edhe LDK edhe AK ranë prej narratives të grupit më të madh parlamentar siç është Lëvizja Vendendosje, një gjë e tillë nuk do duhet të bëhej, dhe një përmirësim të mënyrës se si ata kanë marrë pjesë në votim do duhet me e bë në seancën e ardhshme të parë, kur pasi që të shpallet tek gjykimi i gjykatës kushtetuese. Dhe besojmë që një gjë e tillë do ta bëjmë, sepse ne kemi edhe deklarimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës përmes ambasadës këto, po edhe përmes Departamentit të Shtetit, edhe të shteteve të tjera të Kuintit, edhe të zyrës së Bashkimit Evropian, ku komuniteti jashtë serb për numrin të cilin e ka dërguar të deputetëve që janë 9+1, 9 të listës serbe dhe 1, do të duhej me u zbatum përfaqësimi politik në organin kryesor të kuvendit. Pra thua që këto mesazhe që i kemi parë ditët fundit nga ambasadat në Kosovë dhe zyrat ndërkombëtare, besoj që kanë rri ndikime edhe tek partitë e tjera parlamentare, përveç Lëvizjes Vendendosje, e cila ka thënë se nuk do ta votojë në asnjë mënyrë asnjëri nga këta 9 deputet. Unë po them politikisht është në rregull, edhe ne e dim edhe listën serbe për pjesëmarrjen e saj të aktorëve kryesor, veçanërisht ish nënkryetarit të saj në rastin e Banjskës, në aksionin terrorist të grupit të udhëhequr nga Milan Radojić, por në rastin aktual ata janë deputet të Kuvendit të Kosovës, të cilët ne nuk mund t'ua cenojmë garancitë kushtetuese, sepse për këtë arsye. Pra nuk ka kritere që po shkelin aty me propozimin që bëhet nga nënkryetari i komunitetit. Nuk ka asnjë kriter, përkundrazi ata kanë dërguar një letër e cila është detyrim
i nga rregullorja e kuvendit që duhet i dorëzojnë me shkrim propozimet, një gjë e tillë është bërë dhe një gjë e tillë do duhet detyrimisht kuvendi i Kosovës me votu njërin nga këta nënkretarë. Dhe pastaj partitë politike në rast se do të kenë probleme me përfaqësimin e komunitetit jeshumit serb, atëherë mund të ngrisin çështjet edhe në nivelet e tjera. Një gjë e tillë lëvizje vendosë ka mundur ta bëj para se të certifikohet lista serbe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, sepse rasti kur certifikohet me aplikim për zgjedhjet nacionale të këtij viti, atëherë do duhet të ishte paraprakisht një procedurë tjetër që do ta nxjerrte listën serbe nga regjistri i partive politike. Një gjë e tillë nuk është bërë në kohë. Së paku nuk dihet publikisht që ka pasur një iniciativë të ndonjërit nga ministrat ose lëvizja vendosje ose ndonjëra nga organizatat të shoqërisë civile një përpjekje që të nisë një procedurë për decertifikimin, deregjistrimin e kësaj nisme në kësaj liste. Naim, a i di procedurat, cilat janë procedurat, po kur një kandidat ose një parti nuk duhet të certifikohet nga... Shqyqeni, aty në ligjin për zgjedhjet e përditshme tregohen qartë, kur një parti politike tregon në programin e saj ose në dokumentet e saj themeltare se do ta përdor dhunën për t'i marrë institucionet, për ta ardhur në krye të vendit përmes institucioneve, kur ka probleme me llogën, kur është e regjistruar në ndonjë vend tjetër, kur paraqet problem për rendin dhe qetësinë publike, kur paraqet problem për sigurinë kombëtare, kur paraqet problem për rendin kushtetues. Dhe këto 4-5 dispozitat tek ligji për zgjedhjet e përditshme nuk i ka shfrytzuar askush. Do në partitë politike, veçanërisht lëvizja vendosja, po duket se ne nuk kemi një informacion publik që ajo ka nisur procedurat përveç informacioneve të cilat ajo i ka shpalosur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të cilat nuk janë, si më thënë, të aplikueshme dhe të efektshme që një parti e tillë të mos certifikohet për zgjedhjet nacionale. Po, dhe na e përmendu që në këtë vendim, nëse do ta kemi deri nesër, priset që të deklarohet gjykata kushtetuese edhe për çështjen e kryetarit të kuvendit, apo jo? Për çka konkretisht do duhet të... Për kryetarin e kuvendit ne kemi, para se me dalë te kjo temë, ne kemi një gjykim të Gjykatës Supreme ku ka treguar se ministri Murati është duke ushtruar 2 funksione për një hershme. Edhe të funksionit të ministrit edhe të funksionit të deputetit kuvendit të Kosovës. Dhe një gjë e tillë sipas gjykatës, edhe sipas nesh, e cila tani më pastaj është konfirmuar nga ana e gjykatës kushtetuese, është që ka shkelje kushtetuese tek këta persona të cilat ushtrojnë 2 funksione njëkohësisht. Dhe me rastin e votimit për kryetar të kuvendit, ne siç e dim kanë marrë pjesë 73 deputet të kuvendit të Kosovës, përfshi edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Por në mesin e këtyre 73 janë edhe 17 ministra në detyrë të cilët marrën pjesë në votimin e kryetarit të kuvendit, që minus numri i deputetëve të tërësishëm, atëherë bie që kanë votuar 56 deputet të cilët janë të lehtëshëm edhe legal sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme, dhe për votat e kryetarit Basha nuk do të ishin të mjaftueshme që ai të ishte në postin e kryetarit të kuvendit. Rrjedhimisht gjykata mund të mos dalë jashtë kërkesës, por ka dalë jashtë kërkesës në... Pra kemi edhe rrethana të kaluara që ka pasur. Që ka dalë jashtë kërkesës, sepse nga leximi i fakteve që gjykata kushtetuese i bën situatës, atëherë vërtetën edhe hyn edhe në merita të asaj situate, për arsye që me e parandalu në ndonjë të ardhmë, në ndonjë veprim të partive politike, sepse ne po e dim partitë politike në secilën herë po tentojnë që me e rënu ose me tentu me rënu rendin kushtetues në kuptimin e formimeve të institucioneve të Kosovës. Dhe për këtë gjë, gjykata në disa raste është kujdesur që të mos ketë devijime dhe ajo të dalë jashtë kërkesës në mënyrë që mos ketë devijime nga procedura për secilin rast. Po, dhe Naim, a konsideron që do duhet gjykata mund deklaroj edhe për rastin e presidentës për kundër faktit që e ka tërhequr një kërkesë duke ditur kërkesën relevante nëse mund themi të presidentës për këtë krizë apo jo? Presidenti është tërheq, gjykata kushtetuese nuk e pranon atë tërheqje dhe besojmë që këtë lëndë tashmë e ka shpallur të pranueshme, por për meritet e saj presim se çka do të thotë. Nuk ka këtu ndonjë afat për të cilën gjykata siç ka rast tek 60 ditë për
për rastin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, por tek presidenta po besoj që do të tregoj pasojat edhe konfliktin e kompetencave për të cilat ajo pretendon se janë duke u bërë për arsye të mos konsultimit të Kuvendit. Dhe besojmë që gjykata kushtetuese do të tregoj për pasojat ose që nuk do të ketë pasojat në rastin e mos konsultimit të Kuvendit, por që siç e ka thënë në 2 aktgjykimin e 3 aktgjykimet që është përgjegjësia e deputetëve, është detyrim i tyre dhe nuk është vetëm privilegj pjesëmarrja në seancë, por të marrin pjesë në votimin e çështjeve me interes, veçanërisht në konsultim të Kuvendit të Kosovës. Pra, pasoja, nëse do të ketë, gjykata do të ndërtojë një standard të jashtëzakonshëm në të drejtën kushtetuese edhe në praktikën parlamentare, në rast se shkojmë në zgjedhje për shkak të moskonsultimit, por ne presim që gjykata kushtetuese të thot atë që është detyrim për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ta zbatojnë deklaratën e pavarësisë, dispozitat kushtetuese, garancitë kushtetuese për komunitetet dhe në këtë mënyrë me u konstituu Kuvendi dhe jo me shku në zgjedhje para se me u konstituu Kuvendi. Të ishte një situatë kogja jashtëzakonshme, një standard kogja i jashtëzakonshëm që gjykata të na dërgoj në zgjedhje pa konstituim të Kuvendit për arsye se deputetët e Kuvendit të Kosovës, sa po bie 111 prej tyre nuk arrin ta votojnë njërin nga komunitetet jo shumicë, veçanërisht nga komuniteti serb. Pra, sepse mund të ndodhë që në të ardhmen e afërt të kemi zgjedhjet e tjera dhe lista serbe prapë të vijë me 9 deputet, ose të vijë me 8 deputet, ose të vijë me 6. Pra, për të mos ardhur lista serbe te kryetari i Kuvendit, atëherë do duhet që lista serbe të kishte vetëm 4 deputet. Dhe në këtë mënyrë do duhet me parashikuar gjykata kushtetuese në këtë kuptim. Mund të vijmë në një situatë tjetër ku lista serbe ka 7 deputet, ka 6, por prapë ka të drejtën ekskluzive për votimin e nënkryetarit nga ana e tyre. Dhe mbi këtë bazë, partitë politike, duke përfshi edhe lëvizjen vetëvendosje, por veçanërisht PDK-n, LDK-n dhe AK-n, si partitë të cilat kanë vënë në nënshkrimin edhe kanë votuar për deklaratën e pavarësisë së Kosovës, të mos bien prej e cili do grup parlamentar, veçanërisht tani me të lëvizjes vetëvendosje, e cila po e përdor për efekte elektorale këtë refuzim për ta votuar njërin nga nënkryetarat, që prapëdhem është e drejtë në kuptimin që ka pretendime edhe ka arsye të forta edhe argumente të qëndrueshme që lista serbe është e përfshirë, por për shkak të formalitetit ky proces do duhej me kalu duke e votuar njërin nga këta nënkryetarar. Po, dhe çka në rast se zbatohet një vendim i mundshëm i gjykatës kushtetuese, sa shpejt mund të presim formimin të institucioneve duke pasur parasysh edhe rrjedhjen e afateve dhe a shepë shpejt shkuarjen në zgjedhje apo formimin të institucioneve nga gjitha këto zhvillime që po i shohim? Në rast nesër po besojmë që do dalë një aktgjykim i gjykatës kushtetuese dhe Kuvendi i Kosovës do duhej me mbledh në ditën kur publikohet aktgjykimi dhe në ditën kur hyn në fuqi. Gjykata besoj që aty e tregon kohën kur të hyn në fuqi ky aktgjykim dhe Kuvendi mbledhet shumë shpejt. Tani aktgjykimi ka me tregu rrugën se si me u votu këta 2 nënkryetarë dhe rrugë tjetër nuk do të ketë përveç votimit në pako të 2 nënkryetarë dhe përsëritjes së votimit për zonën Emilia Rexhepi dhe nënkryetare nga ana e listës serbe. Dhe një gjë të tillë, një votim të tillë do duhej me e përmbush secili deputet i Kuvendit të Kosovës. Do han përfshi edhe lëvizjen vetëvendosje, sepse aktualisht ajo nuk i ka më shumë se 48 deputeta, po, dhe do duhej. Ai kanë opozita, mund të themi, ka numrat opozita në rast se vetëvendosja refuzon? Janë duke përfshi edhe votat e komunitetit jo shumicë, i kanë më shumë se 60 vota që do duhej me e votu secilin kandidat. Dhe në këtë mënyrë përmbushet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, sepse ne patëm rastin të votimi msheft, ku nuk u respektua aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Vetë mos respektimi është shkelje kushtetuese. Vetë mos respektimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë rast, deputetët bëjnë shkelje kushtetuese me rastin e mos zbatimit sipas kërkesave të gjykatës kushtetuese. Sepse nëse rast që në partitë politike janë subjekte përmes të cilave manifestohet apo qëllimet politike edhe interesat e qytetarëve. Ato vinë për ato interesa. Dhe në këtë kuptim nuk do duhet që të cënoheshin interesat e qytetarëve me rastin e votimit të deputetëve nga ana e listës serbe. Për nënkryetar të Kuvendit. Për këtë arsye do duhet që
me u votu këta dhe më pastaj, në rast se partitë politike dojnë që të shkojnë në zgjedhje pa formim të qeverisë, pa tentim për formimin e qeverisë, mund të çek 40 deputet përmes votimit përmes iniciimit të mocionit për shpërndarje të kuvendit, brenda asaj dite kur votohen 2 nënkretare të shkojmë edhe në zgjedhje, që në rast se lëvizja vendosur nuk do me e tregu pafuqinë politike tek formimi i qeverisë, sepse në rast mos votimit të qeverisë së Kosovës, atëherë do të ishte një tregues i pafuqisë politike të partisë së parë dhe kjo mund të pastaj të përkthehet edhe në votë elektorale. Në votë elektorale në kuptimin e zvogëlimit të votës për atë parti politike kur nuk rrin ti marrë votat që i ka marrë në zgjedhjet e fundit. Dhe një gjë të tillë kuvendi mund ta bëjë edhe përmes mocionit për shpërndarje. Por si KD mund të themi që nuk jemi tek rasti i mocionit për shpërndarje. Nuk do duhet që të shkojmë në zgjedhje elektorale kaq shpejt. Kuvendi ka para vetes me 10 organe kolegjiale dhe individuale për të votuar në mënyrë që të mos cënohet funksionaliteti i disa organeve kushtetuese. Aktualisht kemi KPM-n pa organ kushtetues, pa antar në këtë organ. Kemi 2 antar në gjykatën kushtetuese pa pjesëmarrjen e tyre, pa pjesëmarrjen të cilëve në një rast tjetër nuk do të kemi quorum tek bordi i Radio Televizionit të Kosovës, tek fondi i kursimeve pensionale. Kemi 5 zëvendës avokatët e popullit që u ka skaduar mandati, kemi avokatën e popullit që ka skaduar tani mandati me 19 shtator, dhe një gjë të tillë kuvendi i Kosovës nuk do duhet ta bënte të shkonte në zgjedhje pa emëruar këta me një procedurë jo të përshpejtuar, po me një procedurë transparente me meritokraci në mënyrë që të përmbushej funksioni i organeve kushtetuese. Në anën tjetër, janë pastaj kemi përmendur më herët që edhe 2 marrëveshje ndërkombëtare për të cilat kuvendi do duhej me i miratu, normalisht me propozim të qeverisë, 2 marrëveshje ndërkombëtare të cilat kanë me e mundësu me i marë fondet nga Bashkimi Evropian, ato fondet nga plani rritjes. Dhe në rast se kuvendi shkon sërish në zgjedhje dhe këto fonde mund të cënohen në një terme të afërt, atëherë përgjegjës do të jenë të gjitha partitë politike. Po, megjithatë, na jemi 2 gjykimet e fundit, por edhe gjitha këto lëndë që po i dërgohen gjykatës kushtetuese. Fillimisht këto 2 gjykimet e fundit a kanë krijuar mjaftueshëm, a kanë dhënë sqarimet mjaftueshme shqiptarëve dhe mos shohim më bllokadat të tilla brenda kuvendit të Kosovës dhe të gjitha këto lëndë që i pam në gjykatën kushtetuese, a tregojnë që është koha për ndryshime ndoshta edhe rishikim apo jo? Për vitin 2014, më falni, po për vitin 2014, kur ka qenë grupi më i madh parlamentar se cili do të takoj kryetarit i kuvendit, pastaj tek viti 2017, më pastaj tek viti 2020, kur ka qenë problem propozimi për mandatar të qeverisë së Kosovës, kur ishte problemi atëherë kur zoti Kurti nuk dërgonte emrin për mandatar, gjykata kushtetuese tregoi se ai për 20 ditë në 4 letra nuk u përgjigj tek presidenti, rrjedhimisht abuzoi me të drejtën e tij për ta dërguar emrin mandatarit. Do kemi 3 gjykime në atë kohë, të cilat tani më janë bazë që kuvendi i Kosovës, që partitë politike të mos mund ta përdorin si instrument pengesat ose konfliktet ose paqartësitë ligjore të cilat mund të interpretojnë vetë ata dhe jo ne si shoqëri civile. Në ndërkohë kemi edhe 2 gjykime të gjykatës kushtetuese që kanë treguar që votimi i hapur nuk do të lejohet më në seancat e ardhshme. Votimi i fshat. Po, më falni, votimi i fshat nuk do të lejohet për seancat e ardhshme solemne për ligjaturat e ardhshme. Ka 3-4 gjykime të cilat kanë treguar rrugën për të cilën partitë politike detyrimisht s'kan qartë. A kanë qenë nevojshme apo thjesht e kanë keq kuptuar, sepse duket që ka qenë mjaftueshëm e qartë apo jo? Mjaftueshëm e qartë ka qenë, e kemi thënë edhe me komunikata, e kemi thënë edhe me deklarime, edhe me prononcime, por më shumë kjo është përdorur për interesa personale edhe për interesa të ngushta të partive politike për ta fituar ndonjë votë. Dhe nuk ka qenë interesi, si më thënë, jetik i Republikës së Kosovës, sepse më shumë është duke u cënu interesi i Republikës së Kosovës për shkak të mos konsultimit të kuvendit të Kosovës, sesa i një nënkryetari në një organ kolegjial siç është kryesia e kuvendit, që është përgjegjëse dhe administrative për punën e kuvendit të Kosovës. Do një nënkryetar nga radhët e listë serbe në kryesinë e kuvendit nuk do të ishte problemi kryesor për mirë funksionimin e Republikës. Është më shumë mos konsultimi, i cili ka prodhuar tashmë pasojat dikun të pariparueshme, edhe dikun të riparueshme që në rast se kuvendi arrin
të konstituohet shumë shpejt. Atër na falenderoj shumë që ishte sot të meni. Faleminderit për thesën. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.